Plazhi Elafonisi në Kret të Greqisë. Elafonisi është një destinacion vërtet i jashtëzakonshëm, i njohur për rërën e tij unike roz të krijuar nga guaska të grimcuara dhe ujërat e kristalt. Efekti vizual prej kësaj harmonie është mahnitës, veçanërisht kur drita është e duhura. Një lagunë e cekët ndan kontinentin nga ishulli i vogël Elafonisi, duke bërë atë ideale kryesisht për familjet me fëmijë. Uji është i qetë dhe i cekët, i përsosur për të ecur dhe për të luajtur. Ishulli është një zonë e mbrojtur dhe shtëpi e disa bimëve të rralla dhe kafshëve të egra, duke përfshirë breshkat e detit. Peizazhi përreth është befasues, me duna rore, dalje shkëmbore dhe pamje mahnitëse të vijës bregdetare të Kretës. Koha më e mirë për ta vizituar është gjatë muajve të verës, nga maji deri në shtator, kur moti është i ngrohtë dhe me diell. Pjesa kontinentale e plazhit është e organizuar me shezlong, çadra, dushe dhe bare e restorante të shumtë.